Rreshtet me intensitet lartë dhe të ndryshueshëm gjatë 24 orëve të fundit kanë sjellë disa situata problematike në territorin e qarkut Korç. Në Pustec, në segmentin rrugor Lejthiz-Liqenas, pati dalje uji në rrugë, por ndërhyrja e sektorit shërbimeve ka bërë që situata të stabilizohet. Në Pogradec, në fshatin Gështenjas, u raportua problematik në rrjedhjen e ujrave, ndërsa një kanal kullues kryesor u bllokua përkohësisht. Strukturat janë duke punuar për orientimin e ujrave të shiut. Ekipet e OSHE po ndërhyjnë për rregullimin e defekteve në fshatrat Slatin, Selisht, Baribardh, Shpellë dhe Joll. Në Devoll, në fshatin Çet, mbi Miras, është ndaluar lëvizja në urrën e segmentit për shkak të rrezikshmërisë së situatës, po vijon vlerësimi i gjendjes nga ekipet teknike. Në Cangonj, për shkak të bllokimit të një tubacioni, uji ka hyrë në oborret e 2 banesave. Janë marrë masa për largimin e këtij uji. Në Korç, aksi rrugor Denas-Lekas rezulton i pakalueshëm për shkak të rritjes së nivelit të ujit në një prua pa ur. Në Voskopoj, ujëmbledhësi ka arritur nivele të larta, por situata është në monitorim të vazhdueshëm dhe ndërhyrjet me fadrom për hapjen e kanalit shkarkues po japin efekt. Në Kolonjë, në fshatin Mesiçk, prurjet e larta të lumit krijuan rrezik në urën e fshatit dhe në disa shtylla të energjisë elektrike. Grupet e punës janë në terren. Në Mollas u raportua prezencë uji në rrugë, me ekipet që po punojnë për normalizimin e plot situatës. Rezervuari i Rotit mbi sofrën kolonjare është 20 deri 30 cm nga niveli maksimal. Janë hapur shkarkuesit dhe situata po mbahet në kontroll. Grupet e punës së bashkisë janë në terren edhe në fshatrat Starje, Gostivisht, Kodras dhe Taç i Poshtëm. Aksi Qafeqari-Tersek është i pastruar dhe i kalueshëm. Në Shelegur, prurjet e shumta kanë tejkaluar kapacitetet e urës, monitorimi po kryhet nga kontraktori dhe inspektorët. Nga rreshtet e shumta të 24 orëve të fundit, ka një fryrje mbi kushtet normale të lumit Devoll. Kryetari i Bashkisë Maliq, Topçiu, ka bërë me di se për të pasur nën kontroll situatën, janë duke punuar me mjetet e bashkisë dhe bordit kullimit. Sipas tij, rrezik përmbytje ka në pyllin e fazanëve, ndërkohë që për momentin nuk ka përmbytje të tjera, përfshirë edhe fshatrat në fushën e Maliqit. Gjendja në akset kryesore të rrugëve është si vijon. Rruga Ersek-Leskovik, në të situata është e menaxhueshme, ndërsa ndërhyrjet vijojnë. Rruga Maliq-Lozhan pranë Kolanecit, në të vijojnë punimet për sistemimin e ujrave të përrojit. Qafaj-Qari-Tersek, rruga e vjetër, u krye pastrimi i urës nga pemët dhe materialet e sjella nga prurjet e shiut. Strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave janë të angazhuara në të gjitha zonat problematike. Deri në këtë moment nuk raportohet asnjë rrezik i menjëhershëm për jetën, megjithatë disa zona mbeten të ndjeshme për shkak të prurjeve të larta në lumenjë dhe ujëmbledhës.